Gjykata e të miturve në Bologna ka dënuar me 17 vite burg adoleshentin 16 vjeçar, autori i vrasjes së rënë të Aurora Tilës, 13 vjeçaria shqiptare, humbi jetën më 25 tetor të vitit 2024 pasi u shty nga balkoni nga i dashuri i saj në Piacenza. Pas vendimit, motra e viktimës ka reaguar ashpër në rrjetet sociale, vetëm 17 vite, një jetë e tërë u shkatrua. Ky mot do dal nga burgu 30 vjeç dhe ka mundësinë të nisi një jetë e re. Motrën time nuk mund të ma rikthej askush. Në djalla i dhe lloji i tij, Dera, shkruan motra e Aurorës. Ngjarja tronditse nuk ishte aksidentale pasi Tila u shty duke urrëzuar për vdekje nga balkoni i katit të 7 në banesën e saj në Piacenza. Autori nuk pranonte ndarjen mes tyre. Në fillim u dyshuar për një aksident, por hetimet e mëvonshme zbuluan se pas vdekjes së saj qëndronte një akt dhune, pasi u arrestuan në akuzën e vrasjes me dashje. Fillimisht autori mohoi përfshirjen. Sipas ekspertizës në Institutin e Mjekësisë Ligjore të Universitetit të Pavias, dëmtimet në trupin e vajzës treguan qartë se ajo nuk ishte hedhur vetë, por ishte shtyr. Ky i shkaktoi fraktura të shumta, por goditjet fatale ishin ato në kokë që i sollën vdekjen e menjëhershme. Në kyçet e duarve u gjetën shenja force që dëshmonin përpjekjen për t'u kapur pas parmakut përpara se të binte.